Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. Sot e ma që gjithë bukur kemi sot. Jemi në një seri live ku do flasim për evolimin tonë shpirtëror, nisur nga bazat, themelet, traumat, bllokimet emocionale, ankthi, problemet e shëndetit mendor, vetbesimi i ulët, si të lidhemi me veten tonë më të lartë, vazhdojmë, avancojmë, evolojmë më tej, si të guxojmë dhe të krijojmë versionin më të fuqishëm të vetes në këtë dimension ku ne jetojmë, si të jemi vetvetja dhe të jetojmë jetë plotësisht. Pra kjo është seanca e parë dhe do flasim specifikisht për traumat dhe për bllokimet emocionale. Është një seri live që nuk do ju përgjigjem pyetjeve. Pra unë do jap shpjegimet e mia, konkretisht sot si do vijoj e gjitha. Do sugjeroja të merrni një blok shënimesh, edhe stilolaps që të mbani shënime nga fillimi në fund. Do sugjeroja ujë për hidratim, kufjet për të bërë meditimin, edhe një vend të qetë nëse e keni mundësinë që ta shijoni. Sikur se e thash, nuk do ju përgjigjem pyetjeve që keni, të paktën jo gjatë live-it, ndoshta krijoj një hapësirë të futem live vetëm për pyetje e përgjigje, do e mendojmë. Mënyra se si do funksionojë live-i sot është i tillë. Do filloj me shpjegimin teorik. Kur them shpjegimin teorik, në lidhje me traumat, shenjat që lënë te ne, në cilat aspekte të qenies njerëzore ndikojnë traumat dhe si ndikojnë. Pra do trajtoj çështjen e traumave dhe do jap pak nga shija e trajnimit përtej limiteve njerëzore, sepse ai është trajnimi më i avancuar ku unë punoj me traumat. Dhe kemi pasur shumë sukses. Pasi të mbaroj pjesën teorike, do bëjmë pak hapësirë pushim, le ta quajmë, do shpjegoj pak me detaje se si njerëz konkretisht të thjeshtë si unë dhe ti ja kanë dalë që të shërojnë traumat e tyre, dhe një nga ata persona do na bashkohet këtu 10 minuta që të ndajmë jo suksesin e tij dhe rëndësinë e të punuarit me veten. Dhe pasi të mbarojmë bisedën me djalin që kemi të ftuar sot, do futemi më njëherë në meditim. Meditimi është për shërimin e fëmijës së brendshëm. Pra të jemi të qartë, kështu do vijoj i gjithë live-i. Dhe mund të zgjasë 1 orë ose 1 orë e 15 minuta maksimumi. Kam vendos alarmin çdo 20 minuta që t'i kujtoj vetes jona aty stop, sepse kur flas shumë lirshëm zgjat 2-3 orë, kështu që nuk kemi mundësi sot ta vazhdojmë 2-3 orë. Gjërat e përgjithshme. E fillojmë, jemi gati? Hajde forca. I mbyllim komentet. Edhe do sugjeroja që t'ja dërgoni këtë live personave që kanë rëndësi në jetën tuaj. Janë gjëra shumë të rëndësishme këto që do diskutojmë, nuk është e thënë dikush të jetë i traumatizuar, nuk është e thënë dikush të ketë kaluar ndodhi madhore në jetën e vet, që ta ndjeki këtë live apo këtë seri live. Çdo njeri, sidomos në momentin ku jemi, në evolimin njerëzor, sidomos në kulturën shqiptare, çdo njeri ka nevojë që të hapi mendjen, të hapi zemrën, të punojë me veten, edhe të evolojmë gradualisht. Kështu që do sugjeroja t'ja dërgoni njerëzve që vërtet kanë rëndësi për ju. Ta kthej pak çajin, të balancoj pak energjinë time dhe bëhemi gati, fillojmë. Atëherë, edhe pse jam në një gjendje të tillë me viroz, me shumë mirënjohje dhe dashuri, i kërkoj trupit dhe jap urdhër trupit tim të jap maksimumin e mundshëm sot dhe të jetë në kulm, në shkëlqim. Kështu që fillojmë pa humbur kohë. Jam mëse gati që të hedhim dritë në skutat e errta. Të hedhim dritë në skutat më të errta. Kur dëgjon fjalën trauma, çfarë ndjesie, çfarë mendimesh zgjohen brenda teje? Një fjali e thjeshtë, e shkurtër, shkruaje shpejt. Trauma. Çfarë ndjesi zgjohen brenda teje? Para se unë të punoja me veten dhe para se ta informoja veten dhe para se të dilje nga ajo fluska e ignorancës ku jetoja, dhe kur përdor termin ignorancë e përdor në aspektin e mungesës informacionit, pra na mjaftonin ato informacione që kishim, në mënyrë që ne ta arrinim në atë nivel të jetës ku kishim arritur, në atë nivel të vetdijes. Dhe momenti kur plasi ajo fluska e ignorancës dhe u bombardova me informacione nga të gjitha anët dhe fillova të evoloja si njeri dhe të mësoja më shumë rreth
qenies njerëzore, mendjes, emocioneve, edhe gjithçka tjetër, trauma nuk më tremte më aq shumë, po gradualisht, dal nga dal, mora atë guximin që të shkoja në ato vende, në brendësinë time, ku isha tronditur në një moment të caktuar të jetës. Dhe kur them tronditje emocionale. Njerëzit ndahen në dy grupe kur flasim në aspektin e traumave. Është grupi i parë, janë ata të cilët janë në gjumë, nuk janë të vetëdijshëm dhe nuk ka ardhur momenti që ata të zgjohen. Dhe traumat i quajnë si gjëra normale, kështu si gjithë të tjerët edhe ne, kanë ndodhur këto gjëra, kështu i kanë përjetuar të gjithë kemi ngrënë drus na ka gjetë gjë, të gjithë kemi përjetuar abuzime, çfarë do bëjmë dhe ne si gjithë të tjerët, atë fat kemi pasur, pra nuk janë të vetëdijshëm për rrezikun që kanë traumat e patrajtuara. Është dhe grupi i dytë, janë persona të cilët gradualisht, domethënë ti je një nga ata persona, përderisa je këtu në live, janë persona të cilët gradualisht kanë marrë sinjalet që diçka nuk shkon me mua. Dhe kanë bërë atë lidhjen e të shkuarës me të tashmen. Çfarë ka ndodhur në të shkuarën? Dhe si ndikon në ditët e sotme në jetën time, që më bllokon, nuk më lejon që të shfaq potencialin tim, që të jem e lumtur. Atëherë, trauma nuk është thjesht një ndodhi e caktuar, që ka ndodhur diçka, të ka tronditur për momentin dhe ti thua ndodhi. Jo. Trauma është ajo gjëja, ajo situata, ajo gjendje që ndodh brenda teje pasi ka ndodhur kjo ndodhi. Kur ndodh një ndodhi e caktuar, që mund të jenë gjëra shumë madhore, si të jetë një prind i alkolizuar vazhdimisht, që të jetosh me atë frikën që mund të vi babai i alkolizuar në shtëpi, që të jetë një abuzim i caktuar, që ndihesh i pambrojtur, abuzim fizik, seksual, që mund të jetë një dhunë e vazhdueshme psikologjike nga bashkëmoshatarët që të bullizojnë vazhdimisht. Mund të jetë një fatkeqësi natyrore, lufta apo tërmet, apo një shpërthim apo diçka që të lë shenja. Po përmend të gjitha këto çështje që unë i kam trajtuar në trajnim. Kam punuar fatkeqësisht me këto çështje. Dhe fatmirësisht sepse kemi pasur shumë sukses. Mund të jenë edhe ato gjërat e vogla që ne nuk i vëmë re dhe nuk jemi të vetëdijshëm, si për shembull, ti ai fëmia i vogël, dritë e pastër, i pafajshëm, që kërkon vëmendje dhe nuk e merr. Kërkon dashuri dhe nuk e merr. Të tregohen çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet, çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet, po pa ta shpjeguar, pra askush nuk ka qenë i pjekur emocionalisht mjaftueshëm, që të shikonte në sy dhe të thoshte kjo nuk lejohet sepse është kështu në këtë lloj mënyre, por thjesht jo dhe pik. Dhe ti ke dyshuar në vlerat e tua, në aftësitë e tua. Pra, ndodhit, ajo çfarë ka ndodhur në jetën tënde, ka lënë shumë shenja. Dhe shenjat i lënë në 3 aspekte të caktuara. Në mendje, ku ti krijon bindje të caktuara, programimi që ti ke në mendje, këtë e mbajmë shënim. Pra trauma ndikon në 3 nivele, mbaje shënim. Është niveli psikologjik, programimi në mendje që ti ke, bindjet e caktuara që ti ke, pra unë nuk meritoj lumturinë, unë duhet të lutem shumë që ta fitoj dashurinë, pra unë nuk e meritoj dashurinë pa kushte, ose mua nuk më ecin gjërat sepse kështu e kam nis jetën, edhe kështu do vazhdoj jeta ime, kështu që është shkruar për mua. Pra bindjet, programimi dhe mënyra se si ti funksionon çdo ditë duke u bazuar te ato bindje që në kohën që ka ndodhur trauma. Niveli tjetër është niveli emocional. Pra tronditja mendore, psikologjike ndodh në mendje. Ti krijon një mendim të caktuar, thua pse më ndodhi kjo gjë, dikush më abuzoi seksualisht, ose pse vinte babai i pir vazhdimisht, ose pse ushtronte dhunë ndaj mamit, pse të kemi pasur ne këtë lloj fëmijërie, pra ti vazhdimisht pyet veten në nivelin e mendjes, por në të vërtet energjia që prodhohet në ato momente nga një traumë e caktuar është në nivelin e trupit. Niveli emocional, emocionet ruhen në trup. Shënoje. Pra niveli 2, niveli emocional, të gjitha këto energji bllokohen në trup.
Dhe niveli i tretë është niveli biologjik. Pra, jo të gjithë e flasin, aq sa duhet ta flasin faktin që traumat e patrajtuara ndikojnë deri në nivelin biologjik. Çfarë do të thotë? Ndikojnë në shumë sëmundje. Në manifestohet ajo energji e bllokuar në trup si sëmundje të ndryshme fizike. Pra nis gjithçka nga një ndodhi e caktuar dhe ti e ke shoqëruar me një histori, imagjinove, ti ai një fëmijë, ai fëmia i pastër si drita, që shiko fëmijët e sotëm, se ne kemi atë nivel vetdije, kemi zhvilluar veten. Shiko fëmijët në ditët e sotme, janë të pastër, janë dashur, janë dritë. Dhe ne e kuptojmë që ata janë dritë. Imagjino ndodh diçka e keqe, çfarë do i thot ai fëmijë, me atë mendjen e vogël, me atë vetdijen e pastër që ka, çfarë do i thot vetes? Do fajsoj veten. Po ai fëmia i pastër je ti, është brenda teje, ke qenë ti kur ndodhi trauma. Pra, momenti që vetëm ju lutem se shikoj që pa bëni zemra, ju dua shumë, ju dërgoj shumë dritë të dashuri, por ju lutem fokusoni te shpjegimet, unë nuk e ruaj live-in. Mbani shënim me gjithçka që unë po shpjegoj, sepse janë shumë të rëndësishme. Shërimi, nis çdo gjë nga shërimi vetes. Çdo gjë nis nga shërimi vetes. Jeta është kaq e bukur, është kaq e bukur kur ti shëron veten. Domethënë ti e lejon fëmijën tënd të bëjë gjërat që më përpara ne hanim drup se i bënim ato gjëra. Ti arrin të komunikosh aq bukur në nivel ndjenjash me personin që ke në krah, sepse ke shëruar veten. Ti arrin të jesh e lirë financiarisht sepse ke shëruar veten. Është gjëja më e rëndësishme dhe më e bukur që të shërosh veten, prandaj ju lutem fokusoni te shpjegimi. Do kemi kohë për puthje, për të fshirë lotët e për të gjitha në fund, se të gjitha do i përjetojmë sot. Është super bomb ky seminari. Pra po thoja, është niveli biologjik. Pra të gjitha këto emocione të bllokuara, ne në atë moment kur ka ndodhur trauma, kjo ndodhia e caktuar, kemi qenë në një nivel vetdije jo të ulët, por kemi qenë në një vetdije që nuk dinim se si ta orientonim, sepse ishim fëmijë, nuk dinim se si ta shoqëronim atë ndodhi me një histori të caktuar, nuk dinim. Dhe vetmja gjë që na u ofruan në ato momente ishte fakti që ishte fajyl, apo e kemi merituar më keq akoma, sepse patjetër truri ka nevojë për diçka. Momenti që ndodh në jetën tënde një ndodhi, truri ka nevojë për një histori që të ta ofrojë ty. Nuk mund ta lër bosh diçka, dhe të ofron atë histori negative, që ti sot e kësaj dite në mënyrë të pavetdijshme ja përsërit vetes. Dhe në nivelin biologjik shfaqen sëmundje nga më të ndryshmet, sidomos te qendra e parë e energjisë, që është baza e qendrave të energjisë, dhe këto qendra të energjisë nuk janë broçkulla, edhe nuk janë shpjegime Instagrami. Këto qendra energjie vendosen afër një pleksusi nervor, do të thotë që ka një grumbull, një lëmsh të caktuar qelizash nervore, dhe aty pranë vendoset kjo qendër energjie, do të thotë që ka ngjecje, ka bllokime dhe nuk funksionon siç duhet. Në nivelin e energjisë ndodh kjo, bllokohet, prandaj themi bllokimet emocionale, emocione të bllokuara, të ngjecura, sidomos te qendra e parë, frikë, pasiguri. Nuk ndihesh rehat në trupin tënd, nuk ndihesh rehat në jetën që bën, nuk ndihesh i pranuar nga familja, nga shoqëria, nga fisi, nga mënyra se si funksionon jeta. Dhe te qendra e parë bllokohen të gjitha këto energji, këto informacione, dhe manifestojnë në sëmundje, sidomos te femrat, sëmundje të organeve riprodhuese. Traumat e pa trajtuara manifestohen në probleme të shëndetit mendor, ankth, depresion, çrregullime të ankthit, manifestohen në frikra dhe fobi të pa kontrolluara, që e tejkalojnë atë limiti normal, le ta quajmë, dhe manifestojnë gjithashtu në sëmundje fizike. Nuk është çështja që del dikush në Instagram, ka lexuar 2 libra, ka bërë 2 certifikime, ka 2 diploma, dhe del të flasi sa e bukur është jeta kur ti shëron veten. Gjithmonë dhe më shumë, shkenca dhe studimet shkencore dhe personat që janë të hapur siç jam unë një nga ato, ja bëra alarm i parë, do e mbyllim, do e bëjmë përmbledhjen, për 5 minuta bëj përmbledhjen e teorisë. Unë po nuk vura alarm, e di që më shkon 3 ditë shpjegimi. Më pëlqen të shpjegoj, por duhet vendos në kufi. Pra, siç jam unë një nga ata persona, po thoja që kam shumë dëshirë dhe është formula më e suksesshme deri tani që bëj një ndërthurje të shkencës, patjetër, është profili im, vetë profesioni im,
është edhe tipi im që jam shumë skeptike, dua të futet fjala shkencë, jo një kërkim, jo një studim, jo një titull shkencor, jam më e qetë kur e studioj në këtë lloj këndvështrimi, por dhe eksperienca jetësore të shumë personave që ja kanë dalë, po dhe vetë unë, rrugtimi im, çfarë kam bërë unë, si ja kam dalë unë, si e shërova veten. Tani ti mund të shikosh një person që flet bukur dhe ndoshta mendon që është profesioni im që unë të bëj këto lloj shpjegimesh. Është bërë më vonë profesioni im. Por në fillim ka qenë nevoja imja që unë të shëroja veten. Dhe kam pasur më shumë trauma se sa mendoja. Dhe ai vetë besimi ulët dhe vetë vlerësimi ulët dhe neglizhenca që ne i bëjmë vetes tonë vjen sepse nuk kemi marrë ndonjëherë dashuri pa kushte dhe kemi krijuar ato bindjet që unë nuk e meritoj dashurinë. Dhe gjithmonë jemi trajnuar të lëm pas dore nevojat tona dhe të kënaqim gjithë të tjerët. Dhe kemi marrë atë rolin e shërbëtorit apo të klonit që përpiqet t'i bëjë të gjithë të qeshin, të lumtur, të thotë gjithmonë po, dhe kjo është gjëja më e rrezikshme, sepse fillon me problemet e shëndetit mendor dhe përfundon me sëmundje në nivelin biologjik dhe shumë sëmundje të tjera, jo vetëm ato që përmenda, shumë sëmundje të tjera. Prandaj është e rëndësishme të kuptojmë që çdo njeri që ka ardhur në këtë jetë, në këtë tokë dhe jeton si një njeri, pra çdo shpirt në një trup fizik, ka trauma. Dikush ndoshta ka pas fatin, ka pas një fëmijëri të qetë, sikurse kam pas raste në trajnime, nuk kam pas babain alkoolizuar, nuk kam pas këto ndodhit shumë të theksuara, traumatike, por nuk kam marrë kur dashuri, ngrohtësi, një përqafim, fjalën të dua ose ti vlen shumë, atë suportin emocional, nuk e kam marrë asnjëherë. Dhe pikërisht në këto raste, këta persona mendojnë që janë të pastër, ka pas përdorin dhe termat që është për të ardhur keq. Fëmijëri normale mo, si në Shqipëri, si gjithë të tjerët. Po prandaj janë 90% e shqiptarëve jo të lumtur, me probleme të shëndetit mendor, janë të frustruar në energjinë e tyre seksuale. Për çfarë arsye? Janë të shëndetshëm emocionalisht dhe mendërisht shqiptarët? Jo, vetëm 10% që kanë punuar me veten. 90% kanë këto problemet e theksuara. Shikoj, ku jemi, dhe dia shumë e ulët. Prandaj duhet të zgjohemi dhe të trajtojmë me themele brëndësinë tonë, çfarë ka ndodhur. Mënyrat se si ti mund të punosh me traumat janë nga më të ndryshmet. Çfarë është e rëndësishme është që imagjino që ti je në një rreth të caktuar që është vendi i njohur për ty. Këto lloj emocionesh, këto lloj mendimesh, këto lloj zakonesh, përditshmëria që ti je duke bërë. Dhe ti duhet të marrësh guximin të kapërcesh, të kërcesh nga ai rreth, të dalësh dhe ta fusësh veten në një rreth ndoshta pak më të madh, që ndoshta kufit nuk i duken shumë, ka më shumë hapësirë për ty, ku është një vend i pa njohur, por më i sigurt emocionalisht. Ti jep më shumë qetësi, në fillim ti jep pak frikë, se thua është diçka e re, si do ja bëj, por ti jep pak më shumë siguri. Dhe ti jep pak më shumë qetësi, dhe pak nga pak e ndihen atë lehtësimin e trupit tënd. Reduktimin e ankthit, edhe të shumë problemeve të tjera. E ndihen që atë frikën, dal nga dal po e shkel me këmbë, s'ta ndihen më. Po rritet vetbesimi, po ecën mirë financat, po ecën mirë marrëdhënie bashkëshortore, po ecën mirë roli i prindërimit, roli më i rëndësishëm që ne kemi në këtë jetë. Pra nëse ti nuk do e shërosh veten, për veten tënde do e bësh për fëmijën tënd. Dhe nëse nuk e fëmijë, do e bësh për atë fëmijën e vogël, brenda teje, që është akoma aty. Pra shumë e rëndësishme të punoj me shërimin e traumave. Tani nëse flas për traumat, mua më duhet shumë kohë e gjatë. Mendova të bëj një përmbledhje që mos ta nisim më njëherë me meditimin dhe me hipnozën, pa bërë një përmbledhje teorike për personat që ndoshta më ndjekin për herë të parë, për personat që ndoshta nuk e kanë dëgjuar ndonjëherë këtë lloj shpjegimi në lidhje me traumat. Por mbaj mend diçka në lidhje me traumat, që momenti kur ti fillon në rrugëtimin për të shëruar veten, për të liruar bllokimet emocionale, ti arrin ta shikosh të njëjtën ndodhi kur ka ndodhur në fëmijëri, ose në një moment tjetër të jetës tënde, arrin ta shikosh nga një nivel më i lartë vetdije. Dhe pikërisht ky lloj niveli i lartë vetdije me energjinë që përcjell dhe me aftësinë për t'i dhënë dashuri, kjo e shëron traumën. Por që ta bësh këtë gjë, të arrish të guxosh të shikosh me nga një nivel më i lartë vetdije, duhet t'i futesh atij rrugtimi. Edhe di që është shumë e vështirë, e di që është shumë e frikshme, por nuk ka kthim brapa. Edhe unë jam trembur, thoja,
do kthehem te ato ndodhi dhe te ato ngjarje që kam vuajtur, nuk dua t'i kujtoj, kam urryer, nuk dua të urrej prapë të njëjtit njerëz, s'ka problem. Vetëm ai që është gati të përballet me ato emocione shumë intense, shumë të fuqishme, dhe sërish t'i japi një shpjegim nga ky niveli i lartë i vetdijes, vetëm ai arrin të jetojë i lirë në shpirt, në mendje, në trup, e liron veten, i shkëput zinxhirit e traumës. Del nga cikli i traumës, del dhe bëhet vëzhgues dhe jep shpjegimin, me pak fjalë bëhet i pjekur, emocionalisht, siç duhet të jetë një i rritur. Kaq për shpjegimin teorik. Një përmbledhje shkurtër. Në lidhje me mënyrën se si unë punoj me traumat, është një ndërthurje çfarë unë kam përjetuar, nuk ndaj detaje, nuk dua të ndaj detaje, mund t'i ndaj me persona të cilët punoj individualisht te trajnimi për te limiteve, ndoshta në shumicën e rasteve thjesht e di ku të godas, e di ku t'i udhëheq, ku t'i çoj, si të ndihmoj, sepse kam kaluar vetë rrugtimin e shërimit të vetes. Përveç kësaj, mënyra se si funksionon në vetdia jonë, mënyra se si funksionojnë qendrat e energjisë, mënyra se si funksionojnë teknikat e ndryshme që updatehen vit pas viti, kërkimet shkencore, ka rezultuar shumë e sukses. Një nga personat që ka pasur shumë sukses në pastrimin e vetes nga e vjetra, në lirimin e zinxhirëve, jo vetëm të traumës, po ato bllokimet që na ka vendosur në brenda asaj kutie, është edhe djali që do vi pas pak minutash këtu me ne. Ka qenë pjesë e trajnimit për te limiteve njerëzor, dhe trajnimi për te limiteve njerëzor përmendet kaq shumë, është vlerësuar kaq shumë, kam kaq shumë vlerësime për të postuar nga personat me video apo me tekste që më falenderojnë, për arsyen sepse është trajnimi që ka baza dhe themele aty thellë, te nën vetdia, te ato kujtime që ti ndoshta i ke harruar. Pra depërtojmë shumë thellë, te traumat, te bllokimet emocionale, te gjërat që ti mendon se nuk shkojnë te ty, dhe lirohesh dhe e heq atë peshën nga shpatullat e tua, i heq ato çantat, ngarkesat që ti mbante ai kur i zyt i vogël që kur ke qenë fëmijë, ti ka ngarkuar të tjerët, i lëshon dal ngadal derisa arrin aty ku ti ke nevojë të arrish në jetë, që ti jetosh një jetë të plotë, të përmbushur. E di për çfarë më vjen më shumë keq? Këto lloj trajnimesh, edhe këto lloj seminaresh, apo këto lloj livesh, apo libra, qoftë edhe video të thjeshta në YouTube, kur bëhen për këto lloj temash si traumat, shërimi vetes, rritja e vetbesimit, dashuria për veten, quhen gjëra të tepërta ende dhe sot e kësaj dite, por kjo është baza e të ardhmes për mendjen e shqiptarit. Kjo është detyrimisht e ardhmja për mendjen e shqiptarit. Nuk ke nga ja mban më, është vetëm një rrugë që do evolosh. Nëse ti nuk pastron mbeturinat e tua, nuk evolon dot. Nuk evolon dot. Dhe prandaj te trajnimi për te limiteve, unë jap me gjithë shpirt dhe jam live dhe jam çdo ditë të marr nga dora, çdo ditë vjen me mua. Çdo ditë kontaktin në WhatsApp e bëjmë bashk. Se e di që nuk është e lehtë, dikush të futet thellë te ajo dhomë, ku shikon nënën që dhunohet, apo shikon babain që vjen i pirë, ajo frika e vazhdueshme, apo aty ku e abuzuan, e di që nuk është e lehtë. Por është gjëja më e bukur që ti mund të bësh për veten. Edhe diçka, tani se ngelëm duke thënë nuk është e lehtë, po mirë më, edhe sa do zvarritemi. Tani nuk është e lehtë, po vetëm ti do përballesh, zgjidh ose tani ose kur të plakesh, se kur do përballesh. Dhe kjo është mënyra dhe teknikat që unë përdor. Dhe me personat që janë pjesë e trajnimit. Prandaj trajnimi për te limiteve e kam vendosur ta filloj sërish në prill, në datën 14 prill. Dhe ky është trajnimi ku unë i trajtoj traumat në 2 seanca, në 2 javë detyra, edhe në hipnoza. Sepse është shumë e rëndësishme që të punoj me të vjetrën, kemi kaq shumë për të pastruar. Ti nuk mundesh tani imagjino në shtëpi të marrësh ti një mbulesë të re për divanin, të marrësh një perde të re kur është zhul, shtëpia pis pa pastruar, mbeturinat në tokë. Ç'kuptim ka? Nuk ka kuptim. Ne nuk bëhemi dot ai versioni kaq i bukur që duam, dhe kaq i suksesshëm, dhe kaq me vetbesim, dhe kaq i qetë në veten tonë, në trupin tonë, nëse nuk pastrojmë mbeturinat e vjetra. Dhe me Arbin këtë kemi bërë. Kemi punuar te trajnimi për te limiteve për 4 javë, 2 seanca live çdo javë, detyra të përditshme, komunikim me mentoren me mua i përditshëm, dhe në fund të 4 javëve je i lirë në shpirt, në mendje, në trup. Prandaj shpresoj që Arbin ta kemi live, ja të shikoj. Po ka shkuar ora. Tani Arbin, nëse ti je këtu, më dërgoj një. Jo, nuk e ruaj Mimoza, nuk e ruaj, më ka dërguar një pyetje, jo, nuk e ruaj.
Edhe diçka tjetër, çfarë është e rëndësishme te pjesa e traumave, se ne përpiqem të jemi dikush tjetër, vazhdimisht, domethënë, përpiqemi të jemi dikush tjetër, përpiqemi të shfaqemi aty më bukur, të artikulojmë më bukur. Kur ti shëron traumat, je rehat në trupin tënd. Kështu si e kjo jam unë, kështu flas, jap maksimumin tim të përmirësojmë çdo ditë. Do jem vetvetja, sepse kur mbyllet kamera, unë sërish kjo jam, nuk mund të shtirem, sepse i vjet jem një kopje e shëmtuar e dikujt tjetër, pra të gjithë këtë vetbesim që ti jesh vetvetja, e të dalësh hapur, e të ofrosh atë që di ti të bësh më mirë, edhe të promovosh biznesin tënd, edhe të promovosh vlerat e tua dhe dritën që ti jep, dhe të jesh e gatshme të shkëmbesh energji me njerëzit. Duhet ta kesh këtë energji në fillim. Duhet ta kesh. Prandaj, dua të na flasi pak Arbi për eksperiencën e tij. Po traumat e abuzimit narcistik, a mund të shërohen në atë trajnim? Jo që shërohen, por gjithë shka që ka të bëjë me traumat, jo që shërohen, por punojmë konkretisht bashkë që ti të fitosh vetbesimin e humbur. Sepse kur ti ke qenë me një person që ka tipare dhe personaliteti narcistik, ai të ka vjedhur vetbesimin, të ka vjedhur çdo vlerë, të ka vjedhur ato syzet e bukura me të cilat ti e shikon veten. Dhe të ka vendosur një palë syze që të ka detyruar ta shikosh veten për dikë që nuk je, ama shumë poshtë. Dhe ti ke humbur shkëlqimin tënd si njeri. Dhe patjetër. Podcasti është postuar, pa merak se është postuar. Faleminderit, dita e parë që ju shoh. Jam shumë e lumtur për të gjithë ju që jeni këtu për herë të parë dhe më ndiqni live për herë të parë. Unë në fakt këto video kanë filluar që në vitin 2020 që i postoj, bëj seri live, kam bërë pak shkëputje nga viti 2024, fundi 2024 deri tani. Po do rikthehem, gradualisht do rikthehem me atë intensitet, por qëllimi im ka qenë gjithmonë të jemi vetvetja, ta shërojmë veten, kalbësirat tona nuk do na i shëroj askush, dhe nuk e ka për detyrë askush të na i shëroj, duhet ne të ndihmojmë veten tonë. Arbi, nuk e di të kam këtu apo jo, më shkruaj në WhatsApp. Mi thotë i gjithmonë për ne aty kur kemi nevojë. Do jap maksimumin tim në kushtet që jam. Më kapi viroza e vajzës edhe i kam dhënë urdhër trupit që do jem çdo gjë okay. E kam pak temperaturë se ndiej, po s'ka problem fare. Jam në super form për ta çuar deri në fund siç duhet, me energji të lartë. Arbi, po më dërgoj një ftesë, të lutem. Nesër jemi për mendimet negative, pra nesër flasim mendimet negative, flasim për ankthin, depresionin, problemet e shëndetit mendor. O Ani, shumë dashuri për ty. Ani thot, mentorja më e bukur guzimtare, ka qenë pjesë e trajnimit për te limiteve dhe Ani. Edhe diçka ju lutem, sepse po më pyesin, e shikoj po më pyesin për detajet e trajnimeve. Dashuret ulje e dëgjimit. Për detajet e trajnimeve komunikoni te numri që kam vendosur këtu, numri WhatsAppit. Arbi, po pse s'po më vjen mua? Ja ta kërkoj unë njëherë, prit. Live-i nuk ruhet. Duhet i bëj unë. Okej. Jo, më ja erdi ftesa. Erdi. Në 6 në bazdite, nga sot e hën deri të premten, me temat të ndryshme. Arbi, u kthy mbrapa ftesa. Edhe një herë. Go live with Arbi. Pa problem se e provoj unë. Ja edhe një herë ta provoj unë. Po, e shikoj që më ke dërguar, por unë e pranoj ma kthen mbrapa. Atëherë është hera e parë, desha ty pyes trajnimet falas si bëni. Kjo që po bëjnë është trajnim falas. Në YouTube po ke një kanal YouTube, po shkoj 1000 video, domethënë kam thyer rekorde, kështu që po shkoj 1000 video pa fund.
mund t'i ndjekësh të kënaqesh janë falas. Ndërsa trajnimet që unë jam live, e të marr ty nga dora, të shërosh veten tënde, nuk do ketë efekt nëse e bëj falas. Sepse çdo gjë në këtë jetë është shkëmbim energjie. Që ti të shkosh të marrësh ushqimin tënd duhet japësh lek. Që ti të marrësh dikë të pastrojë shtëpinë duhet japësh lek. Që ti të blesh një makinë duhet japësh lek, sepse ti merr ndjesit, me atë gjë ti merr ndjesit, ti blen një trajnim merr ndjesit, ndryshon jetën dhe duhet të shkëmbesh energji. Çfarë do më japësh ti mua në shkëmbim, sepse këto janë ligjet e universit. Ti duhet të më japësh diçka mua në shkëmbim, ose unë që ti jem kjo që jam, që kam gjithmonë diçka se dikush ta ke gjithmonë diçka të re për të shtuar, po sepse evoloj, ama duhet të paguaj trajnimet që unë bëj që të jem mentore në top form. Sepse duhet të zhvilloj veten që të zhvilloj të tjerët, por duhet të jap, sepse ndryshe nuk funksionon. Prandaj keni YouTube-in për ju që s'keni mundësi, ndërsa për ju që keni mundësinë edhe po mendoni hajde ti mbajti ruaj që të blej një makinë apo diçka tjetër, edhe gjendja emocionale është për tokë, mos e bëj, se e kam bërë unë atë gabim. Periudhën që isha vazhdimisht në Angli, Arbi unë po presë, periudhën që isha në Angli, blija vetëm rroba, edhe isha bërë me frikë nga Amazon, sa vinte Amazon, domethënë që duhet mos ta shikoni se fillonte njerëzit më që kisha aty, Arbi o dritë ku je? Ja, vetëm ta paroj të lutem. Edhe filloni njerëzit familjarët që po mos i harxhoni lekët, ju i nxirrni me shumë mundim, po unë isha në depresion. Vetëm ato më ngushëllonin gjërat, materiale, kupton, bleva te makinën time, ose shef, çfarë bëja në supermarket në shtëpi? Kaq, se ku shkoja. Ama nuk i kam llogaritur lekët kur kam bërë, do flas Arbi për këtë pjesë, kur kam bërë trajnimet që kam zhvilluar veten time. Tani Arbi, po ku të kam, po si të kam? Me mbroma Fationa, ose përshëndetje, sa akoma nuk ka përënduar dielli. Shpresoj që ti jesh mirë. Përshëndes të gjithë pjesëmarrësit që janë bashkuar bashkë me ne në këtë summit, të themi, në këtë trajnim që ti ke ndërmarrë. Të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë për ftesën dhe dua që këtë bashkëbisedim së bashku, me këto minuta që do të marr nga koha jote e shenjtë, dua që ta nis me një shprehje, sepse mund të jetë dikush aty që ka nevojë për një fjalë tonën, për të parë atë dritën dhe për të parë atë të vërtetën tonë. Kur nxënësi është gati, Zoti i lartësuar ta dhuron mësuesin. Një prezantim shumë i shkurtër nga ana ime. Unë quhem Arben Tusha, kam mbaruar Fakultetin e Shkencave Mjekësore në qytetin e Durrësit, kam shërbyer në Shqipëri për gati 3 vite në shërbim urgjencë dhe më pas si gjithë të tjerët mora vendimin, të themi, për të emigruar. Ai emigrimi i famshëm që të gjithë flasin, po që për mua është falënderimi më i madh, sepse është rikthimi tek vetja ime e vërtet. Është ai çelësi, ai kliku që më bëri që unë të kthehesha më të vërtet tek vetja ime e vërtet dhe të njiha veten time të vërtet. Si e ndoqa pak minuta live-in që ti kishe vazhduar dhe është shumë e vërtet. Pa gjykime, ndoshta edhe do të gjykohem pak, por ne si popull shqiptar që është e vërteta dhe të vërtetën do flasim, ne jemi popull me shumë trauma. Sekonda kemi kaluar të gjithë dhe jemi populli që kemi ndjekur atë zinxhirin e programimit të vjetër, që më brezat e deri në kohën e sotme. Por mendoj, Fationa, që ka ardhur koha që bëllmë. Ka ardhur koha, domethënë, që ne ta thyejmë atë zinxhirin dhe të dalim esenca e vërtetë. Ne, Zoti i lartësuar, na ka thënë ndërgjegje të pastër. Sa bukur e themi ne, Fationa, që fëmija 0 në 3 vjeç jeton me atë ndërgjegjen e pastër, sa i ëmbël ose sa ne tërhiqemi me atë fëmijë. Dhe pastaj mbas moshës 3 vjeç ne fillojmë edhe na ngjyrosin, të themi, me atë bojën e zezë, që as nuk dua të përmend këtë termin, po që na fillojnë na ngjyrosin. Dhe këto pra janë traumat, pse dikush të tha, pusho, bëj diçka që ty nuk të pëlqeu, apo në shkollë, që edhe unë e kam pasur këtë gjë në shkollë, kur mësuesi, që realisht unë e pata harruar, por me hipnozat që kemi bërë bashkë, me meditimet, kur më kujtuan në klasë të 8, dua ta përmend shumë haptësi, kur mësuesi në klasë të 8 më ka thënë që Arben, ti pushon nuk do të këndosh më, ka qenë në orën e muzikës, që unë as nuk jam tani, ka kaluar 10 vite më shumë, kur e pash në hipnozë, më thënë që mu mësuesi më tha, atëherë ç'a ndodhi? Ndodhi që unë mu sabotua një emocion imi, apo jo? Mu dëmtua ose mu lëndua fëmija imi brendshëm, sepse të gjithë kemi atë ndërgjegjen e pastër, atë intuitën, atë fëmijën tonë të brendshëm, që duke ndodhur këto trauma njëra mbas tjetrës, vjen ai momenti ku shpirti u lëret. Vjen ai momenti ku ti thua, ç'a po ndodh me mua? Dhe
Kur ndodhi për ty? Kur u lëriti shpirti që është në trupin e Arbit? Shpirti ka u lëritur në Gjermani, unë jetoj në Gjermani aktualisht dhe ka u lëritur para një viti e ca muaj. Para një viti e ca muaj, prandaj domethënë edhe unë emigrimin në Gjermani nuk e quaj ai tmerri që e thuajnë të gjithë që emigrimi është e vështirë. Po, në fillim mund të jam shumë dakord që është e vështirë se je komplet i ri, por ama është dhuratë që ti merr, është që ti një vetveten kthesh tek vetja jote. Fationa, siç sa thash, domethënë kam shërbej pacientëve, kam profesionin, kam misionin tim që t'i shërbej pacientëve, njerëzit, por kur vetë përjetova çrregullimet e mia emocionale, kur vetë përjetova çrregullimet e ankthit, ai përbindësh i madh që ai quajnë të gjithë, por në fakt është gjëja më e bukur që mund t'i ndodhi një njeriu. Ai përbindësh i madh që ke ankthi ose që e kanë konsideruar Fationa si sëmundje. Jo, nuk është sëmundje. Thjesht janë ato traumat që janë ngarkuar vit pas viti, kush më pak e kush më shumë. Dhe vjen momenti që shpirti thot, ai fëmia i brendshëm të thot, çfarë po bën? Çfarë po bën se po më mbyt, nuk po më le të marr frymë. Dhe realisht ti di shumë mirë që ne nuk kemi bërë fare asnjë lloj pyetje dhe sa më të drejtë për drejtë që të gjithë njerëzit ta marrin vesh. Unë kam qenë një nga ato personat, pavarësisht se ti je në gjinin femëror, unë në gjinin maskullore, por ka diçka që na lidh së bashku dhe pak a shumë është ajo historia. Dhe kush është historia? Që ne kemi qenë të hapur ke bota jashtme. Unë kam qenë një ndër ato personat që leja familjen time, leja veten time po, po leja dhe familjen time i thoja prit ose kështu, vrap ke shoku, që vrap këtu, vrap atje, boja 2 punë, 3 punë, se kështu më kishe mësuar, do punosh, po të ikën mosha, sa shkove 25 vjeç, po kur do martosh? Të iku jeta. Të iku jeta, kur do martosh? Po jo duhet të kesh financat e tua, po duhet të kesh shtëpinë tënde, vrap puno këtu, vrap këtu. Kam punuar në 2 të mëngjesit, nuk e din nëse do kem ndonjë pacient ose ndonjë që më njeh, po që vjen një moment pastaj që dorëzohesh sepse dhe unë njëri me ndjenja jam, dhe unë njëri me gjak jam, dhe unë ajo forca vjen një moment që nëse ti vetëm jep për të tjerët, po vetja jote brendshme Fationa, ku është? E di cila është pjesa më e bukur që unë pranoja vetëm vajza në trajnimet e mia. Dhe u futa në një hipnoz dhe gjeta arsyen pse nuk pranoja djem dhe shërova veten dhe ishte grupi që unë vendosa që do pranoja djem, ishte hera e parë kur filloi trajnimi për te limiteve. Sepse kisha pranuar më përpara të kursin nga 0 në hero, po nuk kisha atë komunikimin e përditshëm siç e kisha me ju të tjerët. Dhe kur unë shërova veten, thash okay, nuk ka rëndësi nëse është në një trup mashkulli apo në një trup femre. Ai shpirt ka ardhur i pastër dhe e ka ndotur me energji. E kanë futur në një sferë me energji të errët dhe ajo drita me zor po përpiqet të qëndrojë ndezur. Kështu që ti jona do jesh e hapur. Nuk ka rëndësi është mashkull, femër, nuk ka rëndësi gjinia. Për sa kohë shpirt është njeri me shpirt të pastër, do të shëroj veten, unë do jem gati për atë. Dhe kur unë kam thënë kështu Arbi, nuk e ke iden sa djem janë shfaqur, që unë i kam ndihmuar. Ti e di, kemi pas 3 ishit ju apo 4 te grupi juaj? 3. Ishit 3 ju. 3 ishit ju te grupi juaj. Por tani, okay, ideja është këtu. U lodh shpirti në rregull, çfarë ndodhi? Se okay, unë e di, po si u njohëm bashkë? Si filloi gjeta? Nuk e kam problem fare që unë ta tregoj rrezimin tim shpirtëror dhe ja do ta tregoj tani. Ka qenë ora diku 3:30 mëngjesit, 4 mëngjesit. Unë kam përjetuar në dhomë, në gjumë normalisht, kam përjetuar nga trupi im, kam përjetuar një dritë të bardhë. Në momentin që isha në errësirë, që unë thash, kaq ishte jeta për mua. Sepse kështu më kishin thënë, kupton, kështu më kishin mësuar. Kaq ishte jeta për mua, thash unë. Aty kam përjetuar atë dritën e bardhë, që jam falendëruar që pavarësisht se kanë kaluar vite, muaj, ajo moment nuk harrohet, më duket sikur ka ndodhur dje, se për mua koha nuk ekziston, atë e di shumë mirë. Dhe ajo dritë më tha, ti do të ringriu. Të nesërmën, kur unë jam zgjuar, të betohem në Zot që unë nuk u njihnim, as nuk të njeh kush ishte Fationa apo ti kush ishte Arbeni. Sapo kam hapur syt, as në mëngjes nuk kam ngrënë, as kam larë syt. Thjesht ka qenë ajo, të themi, siç e kemi kohë të sot me atë manin për të prekur telefonin sapo hapim syt, kupton? Dhe hap telefonin dhe
Instagramin, ka qenë, po në aty më njohën Instagram dhe më del Fationa. Fationa, pa bër as edhe një lloj tjetër veprimi, as edhe një mendim tjetër, di vetëm që kam klikuar, kishe vendosur numër WhatsApp-i dhe kam shkruar aty, të lutem jam interesuar, dua që të komunikoj për të menaxhuar ankthin. Sepse për mua ankthi në ato momente ishte fundi. Sepse kështu e ndjeja, kupton, pavarësisht se jam i fushës mjekësore, kupton siç edhe ti ke Ka përmendur. lidhje, s'ka lidhje. Aty domethënë që u njoha me ty që bëm në seancat e para dhe por gjëja tjetër domethënë që dua të them është që i premtova asaj drite që përjetova, sepse ishte ajo drita e brendshme, i premtova në momentin që u regjistrova, i premtova që unë do të ngrihem. Sikur kjo të jetë gjëja e fundit që unë do të bëj. Unë do të ngrihem dhe nuk do të jetoj më, i premtova vetes që nuk do të jetoj më për të tjerët. Këtë gisht do ta kthej tek vetja. Duke thënë që të koka deri te këmbët. Dhe ke punuar shumë, ë? Nuk e di sa i vetëdijshëm je. Kemi punuar shumë. Fationa ditë e natë. Edhe nëse gjumi më ka dalur natën, jam çuar, jam ulur në tavolinën time të punës. Bëje detyra. Për ditë Fationa, një vit e pak muaj pa ndalim. Pa ndalim. Librat që i kam këtu dhe të jam shumë mirënjohës. Jam shumë mirënjohës. Duke filluar që me librin e parë ka qenë Transformoj jetën tënde. Të gjitha faleminderit për besimin. Deri tek kjo dashuri e fundit që ti me këtë nuk e ku shkon, nëse ti e shkruan diçka këtu do ta realizosh apo? Do ta realizosh. Por çdo gjë nisi, shiko, që ta kuptojnë dhe njerëzit se ata të shikojnë kaq të fortë thonë po më një trajnim. Nuk është një trajnim sepse Arbi për shembull që është në këtë gjendje apo unë që jam në këtë gjendje, trajnimi ty të çon detyrimisht të përballja me veten, me brendësinë tënde. Dhe nuk ke nga të shkosh, duhet të përballesh me veten. Dhe mënyra se si ne i bëjmë trajnimet ja Arbi e di shumë mirë. Nuk rri unë të flas kot të harxoj kohën time të të shpjegoj të dy gjërat e të iki, po jo se nuk flet dot unë rehat ashtu. Ky është mision jete, nuk është rastësi, është mision jete, të paktën për mua. Ke detyra çdo ditë, ke kërkesë llogarie çdo ditë. Ndonjëherë kam qenë dhe ashpër me ty Arbi, po më është dashur të jemi ashpër se shikoja ngecjet e tua dhe më është dashur të shkund ndonjëherë, por jo se nuk ka pas atë dashurinë apo ndjenjen e mirë që unë kam si njeri. Por, po, ndonjëherë një trajnim ta ndryshon jetën. Unë e besoj këtë gjë. Është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. Ja ku jam shembull konkret. Arbi, po pse u regjistrove 2 herë te trajnimi për te limiteve? Pasiona. Po, shumë e vërtet. Ke ku të çosh lekët? Ka qenë kështu realisht, kam qenë në palestër, duke bërë palestër dhe kam marrë një thirrje që regjistrohu përsëri dhe një ditë para diçka e tillë jam regjistruar, një ditë para se të mbyllë regjistrimet që unë kisha akoma për të çliruar nga vetja ime. Kisha akoma gjëra, domethënë, dhe unë doja të shikoj akoma shumë potencialin tim deri ku unë shkoja, sepse nuk është kaq, ka akoma edhe më shumë. Forca e njeriut është për të ndërtuar botën, jo bota të na ndërtojnë. Forca e njeriut, forca ime, forca jote, e të gjithë njerëzit është për të ndërtuar botën. Por thjesht kanë qenë programimet, ato të famshmet ose roboti që kemi ne, kjo mendje e ndritur që kemi, që s'na lente, ajo të ndritur e kemi mendjen, po ja të heqim ato mbeturinat që të dalë ajo drita. Patjetër, dhe ajo fjala që gjithmonë na ka mbajtur që na kanë thënë që mos këtu frikë. Çfarë është? Çfarë është të dali dikush dhe të thotë çfarë është frika? Çfarë është frika? Thjesht ishte ajo që ti të mos tregosh potencialin tënd, ti të mos tregosh esencën tënde që ka ardhur shpirti i pastër. Arbi, tani nëse dikush do të ndjeki, mund të të ndjeki në rrjetet sociale, je i hapur apo të duhet dhe pak kohë? Si mendon? Për momentin akoma. Okej. Për momentin akoma. Do bëjmë një live tjetër kur ti jesh gati që të fillosh atë rrugtimin e bukur që ke para. Patjetër sepse është një ndër misionet e mi të dyta. Me meditime të shumta që kemi zhvilluar hipnozat, ti zbulon esencën. Dhe nëse do më lejosh, dua të ndaj një sukses që kemi arritur bashkë. Për këtë jemi këtu, për këtë jemi. Sukses që kishte kohë që tentoja që të vazhdoja këtu në shtetin gjerman, në spitalin që punoj, që kisha kohë që tentoja, por ishte mendja e ndritur që më thoshte, jo se ndoshta nuk do jesh mirë me gjuhën, ndërkohë që të gjithë të tjerët më thonin që
ti je shumë mirë me gjuhën, ndërsa unë vetes timi thoja, jo, nuk jam mirë me gjuhën, ndoshta nuk do i kuptoj, do ngel në provim me këto bla 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 të mendjes. Por që e mora guximin, ka qenë në trajnimin që bëm të dytin, e mora guximin dhe u regjistrova. Dhe ajo ishte më e lehta se sa unë e kisha hiperbolizuar, të themi me atë mendjen time. Dhe unë këtu, përpara me mbaj gjithmonë, domethënë një ndër sukseset e mia, sepse të tjera do t'i lejmë me kalimin e kohës, që është specializimi im këtu në Gjermani si infermier specialist në shërbimin e kardiologjisë. Dhe një falënderim, një mirënjohje, Fationa, e kam për ty, me ato rregullat që kemi mësuar tek trajnimi për te limiteve njerëzore, ato 7 hapat e famshme që unë nuk i ndaj për çdo gjë. Nëse më vjen një ide, hapë fletoren. Hapë fletoren 7 hapat e famshme. Kupton? Dhe shumë faleminderit. Mirënjohës pafund. Falendërues të mallit Zot që më dërgoi mësuesen dhe ka shumë më shumë. Ka shumë më shumë, por ama është ajo Fationa se sa mall ke ti, sa mall ka shpirti jot, sa mall ke ti të mos jetosh më i varur, të mos jetosh më dilore në rrugë, jetoj lirë, atë vjet të kërcesh, vjet të qeshësh, kërce më të madhe, si ishim mësuar që jo mos qesh në rrugë se të marrin për budolla, ose më e forta që mos qesh të dalë e qarë. Dhe do ashtu do ditë sepse ti e thirrë. Që më flasën më tej se janë këto pjesët e tua të tërheqjes së manifestimit. Kupton, kështu na kishin mësuar, na kishin futur në atë 4 orën, po jo më se s'kam ardhur të jetoj në 4 orë. Kam ardhur absolutisht. Shpirti i pastër dhe do të tregoj potencialin tim. Kush është e vërtetë? Evolim. Nuk jemi në kuti, nuk kemi kufi, evolim. Arbi, unë jam shumë krenare për ty. Faleminderit. Sepse je një ndër studentët e akademisë që ke bërë një punë të pandalshme. Ke punuar shumë e vete, ke pas etje për të zbuluar më shumë potencialin tënd. Ke një cilësi shumë të bukur që është mirënjohja dhe rrallë persona e kanë kaq të theksuar mirënjohjen sa e ke ti. Ke një cilësi tjetër që e ke zemrën shumë të zjarrt për pasionin tënd që ju shërben pacientëve, edhe bën me aq shumë pasion dhe me dashuri këtë gjë dhe është infermieri, është si ai ëngjëlli që sjell Zoti në ato momentet kur ndihemi të dobët si njerëz, edhe janë me fat pacientët e tu që të kanë pranë edhe të ju shërben. Dhe jam shumë krenare për arritjen tënde të fundit, ajo certifikata që ti më tregove, e di që nuk ka qenë ai Arbi i vogël, është shumë krenar për ty, po e di që ai Arbi i vogël nuk ka pas jetën aq fush me lule. Sa mendojnë të tjerët ndoshta që të ndjekin. Unë e di jetën që ka pas Arbi i vogël. Ne e dim shumë mirë dhe jam shumë krenare për ty. Shumë krenare. Edhe të uroj shumë suksese në vazhdim. Faleminderit se nuk e kam fare për turp, domethënë prandaj edhe të thash në fillim që ne na lidhen diçka, nuk kam për turp që edhe jam bullizuar në femërinë time ose kur shkoja në fakultet, sepse kisha një distancë kohore që duhet hecja 20 minuta në rrugë dhe ndërkohë që të gjithë të tjerët rrinë me telefon, unë studioja librin rrugës dhe më thonë njerëz rrugës do të shmendesh, do bësh budalla me libër. Ndërkohë që erdhi një moment pastaj që unë i shërbeva atyre pacientëve, por nuk i shërbeva me kujtimin, i shërbeva me dashuri më të madhe sepse ky është misioni im. Sepse ti je alkimist, sepse ne jemi alkimist, ne nuk mund ta mbajmë dhimbje dhe të helmojmë të tjerë, duhet ta kthejmë dhimbjen në dritë dhe të sjellim dashurinë këtu në tokë. Prandaj jemi, shiko, të gjithë ata që kanë ardhur në këtë jetë, në një trup fizik, unë jam një nga ata dhe asnjëherë nuk e kam ndier veten pjesë e familjes e njerëzve, jam ndier pak si ndryshe, si e tepërt, si alien, por sepse ne nuk kemi ardhur të përshtatemi këtu në tokë, kemi ardhur të sjellim frymën e re, energjinë e re, ta ndryshojmë këtë tokë, ta ndryshojmë jetën, të duam veten, të falim dashuri me vetbesim, sepse të falësh dashuri nuk është ta shkelësh veten. Jo, jam kjo që jam, kam vetbesim dhe mund të jap shumë dashuri, nisur nga vetja. Ne tani do bëjmë një hipnozë, Arvi, por para se ta mbyllim bashkë bisedën, dua të bëj një pyetje të fundit, ajo pyetja që unë bëj, po e di që e bëj kot, se përgjigjja dihet, por a do ja sugjeroje dikujt që na ndjek tani trajnimi për te limiteve njerëzore? Derisa e pranova ftesën tënde, me kënaqësi më të madhe, ju sugjeroj me gjithë shpirt dhe do të shikoni ndryshimet nëse keni mallin për të jetuar jetën të lirë. Nëse doni të njihni atë pyetjen që ne nisim gjithmonë në fillim të trajnimit, kush jam unë? Nëse do të njohësh veten, futu trajnimit. Nuk janë si të themi parat ose shpenzimet që kanë bërë apo se çdo kurs normalisht do paguhet. Është rregull më vëlla, do paguhet sepse kjo mentore, kjo vajzë, bravo. Kjo vajzë
ty po të qëndron nga hëna në të diel, ka pasur të diela që ti duhet ta mbajë në familjen tënde, ti je përgjigjur grupit, me i përgjigjur mua që unë nuk minjoja, domethënë është pak, po të them. Kupton? Por të gjitha nuk mendoj Fatjona dhe kam thënë një herë bashkë kur më folën në privat, shtëpinë e blen Fatjona, makinën e blen Fatjona, udhëtimet i bën Fatjona, por dhurata më çmuar që ti blen, që ti bën, është të njohësh veten tënde. Kjo është. Dhe një herë të falenderoj shumë që i mentorja ime që ishim dy të panjohur fizikisht dhe tash jemi shumë miq të ngushtë. Falenderoj shumë dhe kënaqësi shumë e madhe dhe vazhdon ndonjë trajnim tjetër se gati jam. E ka marrë rrugën. Kaq për momentin. Po është trajnimi që je gati ti dhe është gati 1% je shumë e vogël. Është ajo gjëja që ti e di çfarë do bëjmë në vazhdim. Patjetër. Përtim. Ja falenderoj të gjithëve dhe me gjithë shpirt, bolle vujtët jetën tuaj. Unë jam 27 vjeç dhe ato që ikën, i kam pranuar të gjitha, i kam lëshuar, e kam falenduar veten time të vjetër që më solli deri këtu, tani jetoj lirë. Ke ardhur i lirë, se ai zogu, se ajo shqiponja, nuk di çfarë të them. Ke ardhur të jetosh i lirë më vëlla, nuk e vetmja frikë, kjo fjalë e famshme, e vetja frikë që unë kam është vetëm nga Zoti, nga Krijuesi im, i shpirtit tim. Po ai është aq dashuri pa kushte sa nuk gjykon. Nuk gjykon kurrë, nuk gjykon. Ai fal, ai të gjitha. Kështu që ju sugjeroj të gjithëve realisht pa përjashtim. Qofse jeni gati të jetoni të lirë dhe më tha ky, më bëri ky, më pa ky, jo se nuk më le babai, nuk më le mamaja, kam për të mbajtur këtë, kthej edhe një herë fokusin, mendoje një herë, po për mua kush mendon. Sepse kur ti jesh në errësirë, se nuk do të zgjatën Fatjona, kur ti jesh në errësirë Fatjona, unë do ta nxjerr vetëm. Fatjona më tregon rrugën. Po, më tregon rrugën sepse i ka ndodhur vetë ose Arbenit i ka ndodhur vetë. Po ti do ta nxjerrësh veten. Nëse Fatjona të thotë, do të bësh sot 60 minuta palestër, Fatjona ta tregoj rrugën. Po palestër do shkosh ti. Nëse Fatjona të thotë, elimino sheqerin, që un kam një vit të saqë nuk çu ka vazhduar dita e trajnimit bashkë. Unë sheqerin e kam eliminuar. Rrugë numër 1, po do të jesh afër me mua, qoftë në trajnime si mentore apo në rrethin tim të ngushtë, s'ka sheqer. Njerëzit vinë në shtëpinë time ndonjëherë dhe duan kafe, unë i them ta bëjmë mjal, s'kam sheqer. Kam i vite që s'kem sheqer. Po Ardi, do të realizosh ti, domethënë ti je ai që do Mos u lodh më se ke energjinë tënde të çmuar, edhe futu bëj ato meditimet e tua, ti je dritë. Edhe jam shumë e lumtur që kjo drita jote po ndriçon kaq fort, jam shumë krenare për ty, jam shumë e lumtur, edhe shumë mirënjohëse për dritën e bukur që na ke sjell në grupe, në çdo seminar, në çdo grup që ti ke qenë, ke sjell shumë dritë. Tani në lidhje me persona të cilët po mundohesh t'ju thuash që okay, ekziston ajo shprehje që ai që është gati nuk pyet as çmim, as orar, as gjë. Ai që është gati, ka etje për të liruar veten, për të liruar shpirtin. Kështu që ne jemi këtu për ata që janë gati. Të falenderoj shumë për gjithçka. Faleminderit ty dhe edhe një herë mbetemi në kontakt dhe presim risin nga ty. Nga unë, po dhe nga ti. Prit se. Po presin gjëra. Arbim. Të përqafoj kështu nga larg edhe mund të largohesh që unë të kem mundësinë të vazhdoj me hipnozën. Ju shpjegoj pak për hipnozën. Patjetër, të përshëndes të gjithëve. Kalofsh mirë. Domethënë jam kaq krenare kur shikoj djem shqiptar me këtë lloj energjie. Ç'a energjie. Djem shqiptar që janë rritur ashtu si jemi rritur me këtë lloj energjie. Okej. Mbledhim pak fokusin energjin këtu. Folën për traumat, e pat një shembull real jetësor që ka punuar me mua, ka punuar vetë ai për atë punë, ishte i fokusuar, e dinte çfarë donte, e dinte ku donte ta arrinte. Por është shumë e rëndësishme që ti të marrësh pak shijen e lehtësimit të shpirtit. Prandaj meditimi që kam përgatitur për sot është me një teknikë hipnoze. Dhe ajo çfarë do bëjmë është vendos kufjet, sepse dua ta përjetosh sa më mirë. Do vendos dhe një frekuencë të caktuar dhe do e mbyll kamerën, do marr një herë konfirmim, ti hap komentet që të marr një konfirmim nëse është okay dhe zëri im dhe frekuenca. Dhe
Do vazhdojmë nga fillimi në fund, me qëllimin e vetëm këtë hipnozë që ti të takohesh me fëmijën tënd të brendshëm dhe të bësh ato sugjerimet dhe ndryshimet e nën vetdia jote dhe në mënyrë që të arrim atë lirimin emocional në trup. Dhe kur bëhen të tilla hipnoza, lirimi emocional me pajisje të caktuara, flasim në aspektin në këndvështrimin shkencor, lirimi emocional është matur, matet, duket në pamje vizive ajo energjia që çlirohet dhe kur çlirohet në trupin tënd dhe t'i jep forcë në çakrat e tua të sipërme që ti të vazhdosh dhe të krijosh. Atëherë fillojmë. E la me çmendet ti me këtë punën tënde. Zoti jam në punë, thotë si t'ja bëj, si t'ja bësh, hipi valle. Çfarë do të them? Unë jam në punë, çfarë do bësh? Do hedhësh valle? Dikush thotë ndonjëherë vjen zëri me shkëputje. Atëherë, Ani, të lutem, mund të më konfirmosh ose në WhatsApp ose këtu në live, ku të duash ti? Vjen zërim okay? Është gjithçka okay? Atëherë, do sugjeroja që hipnozën që do bëjmë tani, nëse keni mundësi të rrini shtrirë, okay. Në të kundërt, mund të qëndroni ulur, por me shpinën drejt dhe me këmbët të mbështetura në dysheme. Pra frekuenca dëgjohet. Zërim, po vjen qartë, atëherë unë do flas me këtë zë. Pra ky do jetë toni im gjatë pjesës së hipnozës. Se shikoj pyetjet vetëm shtrirë apo ulur nuk ka rëndësi, sido që të jetë. Pra vazhdojmë. Jo, dikush sot vjen me shkëputje. Pse me shkëputje më Instagram i dashur? Pse nuk na lë që ta bëjmë sakt gjën? Me shkëputje. Po sepse ndoshta është frekuenca. Tani unë nuk po flas. Dëgjoni pak frekuencën, vjen e gjitha e plot? Është frekuenca që e bën, ë? Jo, dikush thotë është okay, unë dëgjoj mirë. Po ja ta çojmë pak volumin. Po kështu? Tani, momenti që është dhe muzika, që flas dhe unë, momenti që flas unë do shkëputet muzika, momenti që vazhdon muzika do shkëputet zërim, do të thënë diçka e tillë ndodh, dihet, se nuk jemi në Zoom që të jetë perfekt. Por mendoj është mirë tani, ë? Dikush nga stafi atëherë, ju lutem kaloni në WhatsApp dikush nga stafi që unë të kem mundësi të kuptoj çfarë të bëj. S'dëgjoni gjë? Po tani? Do thotë ai popullore të marrim shamin edhe ta lëm hipnozën, kështu si u bë puna. Vazhdojmë. Se kemi më shumë se 20 minuta hipnozë. Keti thotë nuk ka shkëputje. Të vazhdojmë atëherë, mos të humbim kohë. Në rregull, dhe Greca thotë jo okay, Pranvera thotë jo shumë mirë. Unë po vazhdoj. Bëhemi gati. Mario, faleminderit. Faleminderit. Po ma konfirmon edhe Mario, kështu që filloj. Do bëjmë një hipnozë për shërimin e fëmijës së brendshëm, do kesh mundësinë që të futesh te ato skutat e errta, ato dhoma të shpirtit, të mendjes, që i ke lënë në harres për shumë gjatë, aty ku ke marrë ato lëndimet e tua. Prandaj vendos kufjet, qëndro ose shtrir ose ulur, nuk ka rëndësi, dhe bëhemi gati për hipnozën. Siguro që ti jesh në një ambient të qetë, që mos të shkëpusin.
Gjatë hipnozës ndjesitë që mund të përjetohen mund të jetë një ftohje e trupit, dridhje në trup, mund të jetë një mpirje, një rëndesë e trupit, të gjitha këto janë normale, mund të ndjesh nevojën që do të vi për të qarë, mund të qash, mund të përjetosh sërish atë dhimbje që e ke përjetuar në momentet e lëndimit tënd emocional, është sërish normale, futu me zemër të hapur, me mendje të hapur dhe je i sigurt. Gjatë hipnozës kontrollin e ke ti në dorë, je plotësisht i sigurt. Qëllimi i vetëm i hipnozës është që ti të shkosh në brendësinë tënde dhe të ndriçosh me dritën tënde më të fuqishme ato vende që kanë qenë errësirë për shumë gjatë, në mënyrë që të arrish shërimin shpirtëror, shërimin emocional dhe shërimin e traumave. Fillojmë. Atëherë, vendose celularin mbështetet diku dhe bëhemi gati për të filluar hipnozën. Qëndro në pozicionin shtrirë ose ulur. Dhe sigurohu që të ndihesh rehat. Mbylli sytë ngadalë. Dhe ngadalësoje frymarrjen. Fillo të marrësh frymë hund, ngadalë dhe çoj ajrin te barku. Dhe sa herë merr frymë thellë, ndije dhe imagjinoje sikur thith një dritë të bardhë, të pastër, shëruese. Dhe kur nxjerr frymën, bashkë me ajrin, nxjerr dhe lëshon nga vetja çdo tension, çdo stres dhe çdo bllokim që ke në trup dhe në mendje. Ashtu të marrësh frymë hund, 1, 2, 3, 4, tani nxirre 1, 2, 3, 4. Ashtu merr frymë 1, 2, 3, 4. Nxirre frymën 1, 2, 3, 4. Merr frymë ngadalë me hund. Normalizoje ritmin e frymarrjes. Fillo ngadalë. Të lëshosh shpatullat. Lëshoj shpatullat të bien poshtë. Lejoj nofullat të shkëputen, të ndahen njëra nga tjetra. Lejoj muskujt e fytyrës dhe muskujt e trupit të relaksohen. Lëshoje trupin. Lejoje trupin të relaksohet. Ashtu të marrësh frymë ngadalë. Dhe tani duhet të imagjinosh dhe të ndihesh një dritë të verdhë, të ngrohtë, si drita e diellit, që fillon dhe zbret nga maja e kokës, duke relaksuar çdo muskull, çdo pjesë të trupit. Ndijeje këtë dritë të ngrohtë se si zbret te balli. Duke relaksuar muskujt e ballit. Zbret e sytë. Dhe shpërndahet në gjithë fytyrën dhe kokën.
Lejoj muskujt të lëshohen. Tani vazhdo me poshtë i qafa. Te shpatullat. Ndjeje këtë dritë shëruese, se si relakson çdo muskull. Vazhdo në krahun e majt. Te shpatulla zbret më poshtë, te krahu, te brylli, te para krahu, deri te majat e gishtave. Mund të ndihesh pak ndjesinë e pickimit të pëllëmbët e duarve është normale. Vazhdo në krahun e djathtë. Dhe zbret deri te majat e gishtave. Duke relaksuar çdo muskull. Vazhdo të marrësh frymë ngadalë. Dhe lejoje trupin të rehatohet, të çlirohet nga çdo tension. Ndjeje këtë energji, këtë dritë të verdhë, se si zbret tek kraharori dhe largon çdo tension. Zbret më poshtë, te stomaku, te barku, duke shtyr çdo tension dhe duke relaksuar trupin. Tani ndjeje edhe pjesa e ijeve. Duke qetësuar dhe duke relaksuar atë pjesë. Dhe vazhdo në këmbën e majt. Dhe zbret ngadalë deri te majat e gishtave. Vazhdo te këmba jote e djathtë. Zbret ngadalë, duke qetësuar çdo muskull deri te majat e gishtave. Vazhdo të marrësh frymë ngadalë me hund. Edhe ndjeje se si trupi është lëshuar plotësisht. Dhe zhytur në një valë qetësie dhe relaksi. Tani që trupi dhe mendja janë gati, do shkosh në një vend shumë të veçantë për ty. Një vend i bukur, ku je i sigurt. Dhe do takosh dikë që është shumë i veçantë. Imagjino që je në një vend shumë të bukur në natyrë. Është një park i madh. Ku ka shumë lojra për fëmijë. Ka shumë fëmijë aty. Po qeshin, po lozin. Vazhdo të ecësh. Vazhdo të ecësh në mes të atij parku, duke i
kujtuar vetes që je shumë i sigurt. Është pikërisht vendi ku duhet të jesh në këto momente. Në fund të parkut, aty është një stol. Dhe te ai stol është ulur një fëmijë i vogël. Qëndro aty ku je dhe vëshkoje nga larg. Je ti, ai fëmijë je ti, në një periudhë të caktuar të jetës tënde. Mund të jetë në fëmijërinë e hershme, mund të jetë në adoleshencë. Çdo version i yti që ka nevojë për shërim, të shfaqet në një moment të caktuar. Tani në këtë moment, cili version i yti po shfaqet? Kush është ulur te ai stol? Çfarë moshe ka ai fëmijë? Çfarë ka veshur? Tani afrohu ngadalë, vazhdo të ecësh ngadalë. Të ka pritur për shumë gjatë. Të ka pritur që të ulesh e pranë ti. Tani ulu te ai stol. Pyete, si ndihet? Dëgjoje me vëmendje. Çfarë po të thotë? Shikoje thellë në sy. Përqafoje nëse e ndihen ta përqafosh. Shtrëngoje pranë vetes. E ka pritur këtë moment për shumë gjatë. Këtë përqafim me ty. Shikoje në sy dhe i thuaj: të dua për këtë që je. Nuk ishte fa yt për ato që ndodhen. Ti je dritë e pastër. Ti meriton dashurinë. Përqafoje fort. Afroje në zemër. Dhe dëgjoj me kujdes. Çfarë ka për të folur aty te veshi? Diçka po të thotë. Tani shikoje në sy dhe premtoj. Premtoj që do bësh gjithçka për ta mbushur me dashuri. Premtoj që do fillosh ta duash veten.
premtoj që do fillosh ta shijosh jetën. Tani përqafoje sërish të fortë. Dhe shikoje drejt në sy. Dhe shiko se si përqafimi juaj po kthehet në një dritë të bardhë, të fuqishme, e cila po zmadhohet shumë dhe po të mbush zemrën, po të mbush trupin, po e mbush atë parkun aty me dritë. Ai version i yti në fëmijëri që ishte i lënduar, tashmë është kthyer në një dritë të bardhë në zemrën tënde. Dashuria shëron çdo plagë. Dashuria që ti ke për veten do i pastroj të gjitha lëndimet, sepse ti e meriton. Ti e meriton ta jetosh këtë jetë të plotë. Ti e meriton ta duash veten. Ti je dritë e pastër e Zotit dhe ti e meriton ta respektosh veten. Tani ndijeje se si trupi është më i lehtësuar. Shiko rreth e rrotullt e ai park. Se si ngjyrat janë më të theksuara. Atë version të fëmijës tënd, i tashmë e ke shëruar. Dhe i ke premtuar që do bësh gjithçka për të shëruar çdo version që është tashmë i lënduar i vetes tënde. Është në dorën tënde se sa do ta duash veten. Është në dorën tënde. Dhe ti e ke forcën dhe aftësitë për të shëruar traumat e tua dhe për të krijuar jetën që ti ëndërron. Për të jetuar plotësisht me një zemër të pastër dhe me një mendje pozitive. Tani shkëputu dal nga ai park, duke marrë me vete këtë energjinë e pastër, atë dritë të bardhë në zemrën tënde. Lëviz ngadalë shpatullat, lëviz pak duart, këmbët. Dhe dal ngadalë hapi sytë. Hapi sytë në një realitet të ri, ku një pjesë të shpirtit tënd që mungonte ti tashmë e ke plotësuar. Një copës të shpirtit që mungonte dhe ishte e lënduar, është bashkuar në zemrën tënde. Dhe ti je më i plot, më i shëruar, më i fuqishëm dhe më i lehtësuar. I hapim sytë dal ngadalë dhe qëndro aty ku je, mos lëviz për momentin. Sigurohu të takuj. Të takuj dhe qëndrojmë aty ku je për momentin.
vinin mesazhe që nuk po ndiqni dot se ishit me fëmijë ose bëj zhurmë. Ky është orari që unë mund ta bëja këtë hipnozë dhe atëherë herë më zinte gjumi, është normale patjetër, është normale, ne përjetojmë gjërat aq sa jemi në gati t'i përjetojmë, kështu që është më se normale, e rëndësishme është që ti ishe aty, prezent, gati për ta shëruar veten. Kënaqësi, lot më dolën nga syt, faleminderit Fationa, është normale. Faleminderit shumë, fantazi ka qenë. Faleminderit nga zemra, fjala mirësi është pak për të më vjen mirë që e keni përjetuar, më vjen mirë që e keni përjetuar. Sa herë ndodh një traumë e caktuar, pikërisht në atë moment, në atë moshë që ti je, ndodh një shkëputje, një fraksion i energjisë të dhe i vetdijes shkëputet, prandaj ndonjëherë ne harrojmë, sikur nuk kemi memorie për atë gjë që ka ndodhur. Dhe momenti që ti takohesh me fëmijën tënd të brendshëm dhe e vëzhgon atë situatë, e bashkon atë pjesë të vetdijes, të energjisë tënde. Unë e përjetova me të qarta kemi në ati momenti edhe unë, madje kur bëj hipnozat të trajnimet që jam në Zoom, edhe se Instagrami ka këtë problemi që nuk është aq mirë për të bërë hipnoza dhe meditime, është pak vështirë. Ndërsa në Zoom, kur i ndjej edhe energjinë e tyre, ka raste edhe unë përjetoj lot. Është kënaqësi, mos më falenderoni, më kanë ardhur pafund komente. Faleminderit, thotë zërit ishte për allor. Më kanë ardhur pafund komente që e keni shijuar edhe ky është emisioni im, edhe kam zemrën të plotë dhe të përmbushur kur e di që e keni shijuar. Ka ardhur momenti që të shpërndahet më shumë drita, ka ardhur momenti që ti bëjmë gjërat pak më lehtë në jetën tonë, si unë, si ti, si çdo njeri tjetër. Të jemi të lirshëm, pa frikën se do na gjykojnë, të jemi vetvetja, pa pasur frikën se do ngelemi vetëm. Ta jetojmë jetën pak më lehtë, jo kaq të rënduar, me frikëra, jo, me pasiguri më lehtë, të vinë më lehtë bollokut e dashuria, pozitiviteti, lumturia. Ka ardhur momenti të shpërndahet drita, sa më shumë. Ka ardhur momenti të shpërndahet drita sa më shumë. Në astral drita ka fituar, jemi në dimensionin e tretë, kështu që duhet ta shpërndajmë edhe këtu, duhet të fitojë edhe këtu. Atëherë, dikush thot kam qarë shumë e ka shkruar anglisht komentin dhe takova fëmijën tim. E di dhe është okay, ti nuk e le aty, e more me vete, i integrove. Ti e integrove te vetja jote. Fatima thotë kam bërë më herët për fëmijën tim të vogël, po e kam parë më parë te hipnoza, thotë të mërzitur, të zhytur në balë, sot e pash të veshur me një veshje pink, flok të bukura në park në Gjermani, dhe po bëm paqe, thotë, po vjen mirë. O, Zot, sa shumë çlirime keni bërë, o, Zot, sa bukur. Lot shumë, thonë. Faleminderit, ishte fantastike. E kisha të nevojshme, më rrit një lotët ujë, është më se normale. Unë isha shumë e lodhur, me zorë mbushesha me frymë. Lodh shumë dridhje trupi, sikur subkonscienca nuk donte që unë të takoja veten time, nuk e pash realisht, po vetëm bardhësi. Në rregull. Më vjen mirë për të gjithë ju çfarë përjetuat. Atëherë, pse zakonisht s'mundet të koncentrohem në meditime, duhet praktik, duhet disiplinë. Tani unë do ta mbyll sepse më duhet të shkoj në palestër, nga që kam stërvitje janë ato disiplina, çfarë themi që do e mbaj premtimet që kemi bërë vetes dhe nuk kam pas mundësi sot që të bëj stërvitjen, kështu që unë po vishëm po ikim palestër, por dua t'ju them vetëm, dua t'ju rikujtoj për diçka shumë të rëndësishme, se fola për gjithçka vetëm për këtë jo. Kjo hipnozë që unë
bëra tani është hipnoza më bazike, më e thjeshtë e mundshme, sepse hipnozat që bëjtë e trajnimit zgjasin shumë, janë teknikat pak më të thella në fakt, edhe janë persona të cilët kanë bërë paraprakisht seancë dhe e di ku janë në nivelin e vetdijes dhe në nivelin e energjisë. Dhe veproj e sigurt me ata. Ndërsa me ju është audienca pak më e gjerë dhe unë nuk di kush është mbrapa telefonit dhe më mirë të jem e sigurt të një hipnozë bazike. Që më mirë të bëj mirë se sa e ke parasysh. Ju për shkak do doni më shumë shpjegime, unë nuk jam t'ju udhëheq siç bëjnë në trajnime. Ideja është këtu. Jo vetëm për shpjegimin e traumave, por për gjithçka tjetër. Është pjesë e trajnimit për te limiteve njerëzor, trajnimi që ishte edhe Arbi, për të cilin foli Arbi pak më parë. Arbi ka qenë edhe te trajnimi tjetër për ankthi në fakt, por ka qenë edhe 2 herë te trajnimi për te limiteve. Të gjithë ju që keni etje për të shëruar më shumë vete, për të zbuluar veten, më keni të trajnimi 4 javë. Nuk e di nëse kur do më keni herën tjetër, po do jem në dispozicionin tuaj 4 javë, nga data 14 prill deri kur i bie nga fillimi i majit. Kështu që tani do jem në dispozicionin tuaj 4 javë për të shëruar traumat, për të njohur me fuqinë personale dhe për t'ju udhëhequr çdo ditë, nga e hëna deri në të dielën, ka raste edhe të dielën ju përgjigjem në WhatsApp. Është një trajnim që është shumë intensiv, edhe shumë i avancuar dhe unë duhet të jem aty, e pranishme, t'ju udhëheq nga dora, t'ju marr çdo ditë, në çdo plagë emocionale, në çdo arritje, në çdo fuqi personale. Kështu që të jem edhe me ju korrekte, nuk e di kur do jetë hera tjetër që do ofroj se trajnim. Do fillojmë javën tjetër. Nëse doni, më keni gati aty te trajnimi. Atëherë jona faleminderit shumë për gjithçka. Unë kam nevojë për trajnimin që të marr frymëjetë. Është një trajnim që çdo njeri ka nevojë për atë trajnim. Është rrugtimi im. Unë e kam bërë atë rrugë vet, derisa arrita të jem kaq e qetë dhe e lirshme. Nuk isha lodhur duke u shtirur për dikë tjetër, ose isha lodhur duke tentuar të isha më shumë, të bëja më shumë, të tregoja më shumë. Jo, isha mjaftueshëm ashtu si isha. Thjesht isha mjaftueshëm nëse do isha vetja ime, por unë isha falso. Sepse kur ti je vetja jote, je mjaftueshëm. Por çështja është ti heqim ato shtresat që të tjerët na kanë vendosur, që detyrohemi të jemi falso. Kështu që kaq për sot. Shihemi nesër do jemi për ankthin, për frikrat, mendimet negative, pse mendojmë negativisht, dhe do kemi një meditim, një hipnoz për qetësimin e ankthit, për largimin e mendimeve negative. Kështu që ata që duan të trajnimi për te limiteve, mund të regjistrojeni aty, do keni edhe seancën, do flasim veçmas në një video call në WhatsApp. Nëse je një nga ata që do të punosh, jam këtu për ty. Por nëse jo, ju lutem mos e harxhoni kohën time. Jam këtu për të dhënë me shpirt çdo gjë që funksionoi për mua, dhe kam 5 vite që e bëj këtë gjë dhe ka funksionuar për mira njerëz. Jam e pastër, kështu si jam, kaq kam për të ofruar, eksperiencën e jetës, formimin profesional, por mbi të gjitha sukseset njëra pas tjetrës të shumë personave që ja kanë dalë. Ti nuk ke pse të rrish në errësirë. Edhe unë kur isha në influencën e ankthit, depresionit, të traumave, mendoja që nuk isha shpresë. Po jo, janë iluzione që t'i jep mendja jote. Patjetër që ke shpresë. Për sa kohë ti merr frymë dhe je gjallë, ke shpresë, e meriton. Por vetëm ai që është gati, kush është gati të vi, jam 100% këtu. 4 javë. 4 javë, çdo ditë bashk. Imagjino çfarë transformimi do përjetosh. Kështu që 10% ulje për ty deri në orën 8:30, që ti jemi në rregull, për ty që je këtu, vetëm për ty që je këtu live. Edhe 3 seminare, i merr falas, 3 seminare, e zgjedh vet titullin e seminarit, cilin do. Kështu që se dikush më tha që do regjistrohej, sigurohu që ta përcjellësh te stafi që e përfiton me 10% ulje. Ju dërgoj shumë dashuri, një përqafim virtual, ju dërgoj shumë dritë, do flas në njëjës, siç bëj gjithmonë në mbyllje të seminareve. Ti je dritë e pastër e Zotit, edhe ti je mbrojtur në çdo hap që hedh. Ti je krijesë hyjnore, multidimensionale, dhe ti ke ardhur këtu që të jetosh plotësisht. Por është pak e vështirë ti perceptosh këto që them, për sa kohë je duke u influencuar nga gjërat që të kanë thënë të tjerët dhe çfarë shikon aty jashtë. Duhet të zhvishesh nga të gjitha fallsitetet e njerëzve të tjerë dhe të ekzistosh si vetja jote e vërtet. Prandaj ti e meriton një jetë që ta jetosh si vetja jote e vërtet. Me këtë dua ta mbyll. Faleminderit që ishit këtu. Unë po vazhdoj të bëj stërvitjen, i kam premtuar asaj jonës së vogël, edhe nuk dua ta gënjej, të shkoj në palestër 45 minuta, nuk bëj dot më shumë. Dhe nesër do shihemi sërish në orën 6, ankthi, depresioni, meditimi i radhës, dhe do flasim për shëndetin mendor, mendimet negative, frikrat. Kështu që mos mungoni. Një mbrëmje të qetë, edhe kalofshi sa më mirë. Edhe dikush po pyet ku të dërgojmë SMS për të regjistruar, te profili im, po ta shikosh është opsioni WhatsApp, ose edhe te numri që ta shënoj këtë numrin, e kam shënuar në mos gaboj. Ose është numri i celularit
Mund ta shënoni 068 38 17 117. Ky është numri që e gjeni te profili, mos e më shkruani edhe mua në privat, edhe ju kaloj unë pastaj te stafi, pa problem. Ju jap numrin, ju jap si link. Kështu që kaq për sot. E mbyllim. Forca jona të pret palestra, forca, duhet të motivoj veten unë se përballë kam divanin. Duhet të motivoj veten, forca, çau, ti do ja dalësh, ti e meriton, ti mundesh. Kështu që po çohem, të vishem, edhe të shkojnë palestrën janë 45 minuta, për çef do e marr vajzën me vete edhe kështu. Mirë. Për qafi me shumë dashuri, ne jemi dritë e pastër e Zotit dhe jemi këtu për të jetuar plotësisht. Çojmë pak energjinë tani se e shëruam një pjesë të vetes tonë sot edhe shihemi nesër. Kalofshi sa më mirë. O Zot, Ana shënon numrin e shkruajti për të gjithë. Ana, Ana Endri Avia, po çfarë dashuri që jeni ju. Faleminderit, jam shumë mirënjohëse, jeni dashuri.